A quhet e devotshme thot një femër me një të kaluar të keqe dhe mbulohet ose falet dhe kthehet në fe? Kjo është pyetje, domethënë nuk mund të themi neve në mënyrë të prerë po ose jo, por ne themi çdo njeri i cili është në rrugën e Allahu xhalla shanuhu, është penduar te Zoti azza wa jall, ose ka qenë prej fillimit në rrugën e Allahut, ose masane e është udhëzu, na themi elhamdulillah. Ta që shifën shenjat e devotshmërisë, na themi sot filani është i devotshëm. Çka ka qenë, çush ka qenë, mbetet mes tij dhe Allahu xhalla shanuhu. Mbetet mes tij dhe Zotit. Na nuk e gjykojmë njerin sot për ato çka ka bën dje. Ha? Edhe na nuk guxojmë t'ja mbyllim derën e pendimit askujt. Na thonë jo, ti deri dje ke bë kështu, sot je udhëzu. Përderisa robi pendohet, mbetet mes robit dhe Allahu xhalla shanuhu pendimi i tij, kërkuj s'mund m'ja mbyll derën e pendimit kërkuj. Prandaj edhe meshkuj edhe femra për kushteve të pendimit është mos më kthynë të kaluarën, më u bën sinqert në pendimin tan. Më kthynë rrugë Zotit, thejmë elhamdulillah filani është i devotshëm. Edhe për sahabëve ka pas njerëz të cilët pra sahabët që kanë pi para se të bëhen sahabë kanë pi alkool, kanë adhuru idhujt, pastaj elhamdulillah janë udhëzuar dhe bën shok të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne nuk guxojmë tash vend ja, ti deri dje ke bën kështu, tash po udhëzohesh jo. Jo nuk guxojmë, na s'kemi drejt një gjë të tillë ta bëjmë. Prandaj është e gabum, filani deri dje ka bë kështu, sot e ka qit shamin me i mbulu kënset kalumën e vet. Lënë robën e Allahut azza xal. Njerin kohën e moçme i ka myt 99 vet, pastaj ka plotsu 100 i ka myt. Edhe është nis me shku o pendua dhe me nis te fshati te njerëz të mirë, në gjysmë dhe s'ka dek. Allahu xhel e ka thënë në xhenet. Pra, na nuk duhet ti paragjykojmë njerëzit. Qoftë mashkull apo femën ka bë çka ka bë, na nuk do të thon tash se bëni 100.000 zeza, edhe pastaj më kthejmë rrugë Zotit edhe paçjam. Jo. Nëse më ka bë dikush më zullum, edhe pastaj është udhëzu, më ka vjedh, etj. Pastaj është udhëzu. Nuk do të thonë që hakin them ai ka me kalu kolla, jo, unë ditë kiametit kam me pas punë me ta. Por nuk guxoj me thonë që sot nuk është ai i udhëzu, pra është mesele e ndihshme. Kalumën e budallakume s'ban me mendu, domethënë që tash u krye dhe hakin e njerëzve, s'ma marrin hallku. Ta marrin, prandaj ki kujdes, por edhe nuk guxon për të kalumën e keqe, me akuzu edhe sot devotshmërinë edhe me paragjyku devotshmërinë e atij personi.